ishin këto janë 2 herë më shumë se për bukën. Pra në qoftë se buka shpenzimin e ka vjetor 220 euro për person, ilaçet e kanë 400 euro për person. Dhe kjo imagjinoni se gjysma ose më shumë se gjysma s'ka nevojë për to. Do më thënë, ata që kanë nevojë, ata paguajnë qimet e kokës ose mbeten pa mjekim. Imagjinoni tani pensionistët, se si mund të përballojnë këto marrën e këtyre ilaçeve këta me atë pension që s'del as për kafshatën. Faktikisht, shqiptarët në një mënyrë ose një tjetër, ose duhet të ndihmoj dikush për të përballuar mjekimin, ose mbeten pa mjekim. Çfarë premtojmë ne? Ne premtojmë, hajde për të se ti se bëj për vepër. Çfarë premtojmë ne? Ne premtojmë së pari, asnjë ilaç në Shqipëri nuk do shitet që nuk shitet në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pra, do të jenë të sigurt ajo ilaçet skaduara. Nuk do ketë me ilaçet skaduara në farmacitë tona. Së dyti, lista e rubrikës italiane për rimbursim. Çfarë do thotë kjo? Atë listë ilaçesh që Italia ja u rimburson, ja u paguan qytetarëve të vet, do e paguaj Shqipëria për qytetarët e saj. Pse kjo? Ne nuk jemi të mkëmur të pasur si Italia, por do ta kapim nga themeli. Për shëndetin do t'jemi. Shtetin do e sigurojmë. Nuk sigurojmë dot. Shumë gjëra tjera, po këto gjërat bazë do i sigurojmë. Dhe ju garantoj këtu se nuk do ndodhë ma si që ndodhë. Që të smur me smundje të rënda nuk kanë ilaçet u mjekuar. Dhe faktikisht mbeten në mshirën e smundjes sepse nuk gjejnë ilaçet. Dhe Edi Rama thot, thot, ky është krim kundër njerëzimit. Po kush e thot? Çfarë jeti? Ti je kryeministri. Ti je njeriu që disponon buxhetin. Ti je njeriu që disponon fondin rezervë të Këshillit të Ministrave. Dhe ti nuk thua këtë, po ndërhyn me urgjencë që kjo të marrë fund. Asnjë mas nuk ka marrë. Kjo situatë vazhdon. Të smurë të rëndë, marrin telefonin nga mjeku i thonë, këto 2 muaj nuk ke ilaçe. Këto 3 muaj nuk ka ilaçe. Pra, situata është alarmante. Situata është emergjente. Një frym fitorie në të 4 anët të Shqipërisë. E shifni ju se çfarë fushate bën. E shifni vetë. Ka 2 muaj që është mbyllur, nuk del para asnjë gazetari. Sepse nuk din të përgjigjet, nuk mund të mashtrojë më janë sos gënjeshtrat për të gjitha dështimet, nuk mund të përgjigjet për gjitha vjedhjet e mëdha. Nuk ka përgjigje. Se ka marrë 130 milion euro të Djegësit, Tiranës dhe Djegësi nuk ekziston. Dhe i ka ngel tani rroft e qoftë Altin Dumani që s'më denon. Kjo është se e falë. Edhe tjetër e murdvesh, gjykatësi, një gjykatës guzimtar, edhe e përgëzoj. Ka ndërtuar vilën. Vila e tij, sarajet e tij në Surrel, janë me themele 2 herë më të gjata se sarajet e Enver Hoxhës në qendër të Tiranës, me i dallim. Diktatori nuk i regjistrojnë emrat vet ato. Jo, as familjes tij. I regjistroi pronë shtetërore. Dhe në atë kohë, shtëpia lejoi të regjistrohej. Nuk e bëri. Ky, jo që e ka në emër të vet, dhe që e ka ndërtuar duke pas të deklaruar gjithsej 3.800 euro,
Po ka një obor 8.300 metra. Dhe jo vetëm kaq, po tokën e ka marrë në kundërshtim me çdo ligj. Dhe këto janë kaptari. Skapi ja kaloi për ta shpëtuar prokurorisë Tiranës. Prokuroria e Tiranës i tha me drejt, jo, s'është punë imja kjo. Kryeministri është i përket skapit, merret me imunitarët. E kthej prap, hezitonte. Shkoi në gjykatë çështja. Një gjykatës guximtar e urdhoi skapin ta hetojë. Ka qenë ditë dy ditë më parë, në skap janë bërë mbledhje emergjente, urgjente. Ra bomba. Sikur ra bomba. Dhe ky dilte mas dite thoshte burr më të mirë se Altin Dumani nuk ka Shqipëria. Keni pa apo jo? Sepse duket bëni dill që përsëri ta mbyll dosjen. O Edvin, për ta mbyll 100 herë, po toka është aty, ti je i sigurt që që 130 milion euro të djegësit Tiranës, që vjedhjet e 110 milion euro të Bashkimit Evropian për fermerët, që biletat 30.000 euro të ndeshjet futbollit, shishet 33.000 euro shishja, e shumë afera tjera do të të ndjekin shumë për jetë. Pa, në këta aspekt, miqtë e mi, është i pashpres, asgjë se shpëton. Aktet që ka kryer ai me Lubi Ballukun e të tjerë janë të pafalshme, janë të pashlyeshme dhe ato në fakt përbëjnë një dënim për jetë për secilin që kryen aktet atilla. Ndaj dhe ju bëj thirrje qytetarëve të Krujës. Pavarësisht nga bindjet politike, nuk është çështja këtu as për Partinë Demokratike, as për parti tjetër, as për këtë aleancë, për aleancë. Çështja është në radhë parë për xhepin tënd. Çështja është për pensionin tënd. Çështja është për rrogën tënde. Çështja është për biznesin tënd. Të bashkohemi, të flisim. Krujës i premtoj